Të nderuar vëllezër besimtar, Kurani është i mbushur me tregime të dobishme dhe të shumta, por padyshim prej tregimeve më të mira, por edhe që më shumë të Allahu Azza wa Jalla i kushtoi vëmendjen në Kur'an, duke trajtuar atë në forma të ndryshme për shkak të rëndësisë që ka, është tregimi për pejgamberin e tij Musa alayhi salatu wassalam, foli për lindjen e tij, foli për popullin e tij, foli për gjatë kohës sa ishte i ri, foli për jetën e tij, foli për pejgamberllëkun e tij, e trajtoi ballafaqimin e tij me Firaonin, e trajtoi edhe pas mbytjes së Firaonit dhe kështu me radhë. Po një ndër ngjarjet më të rëndësishme të këtij tregimi të gjatë padyshim bashkëdhënëse besimtar, është edhe shpëtimi i Musës alayhi salatu wasalam dhe popullit të tij, dhe shkatërimi i Firaonit dhe ushtrisë së tij. E kjo ndodhi në ditën e 10 të muajit Muharram, të cilën ditën e dje vetëm se e kaluam. A dhe të dashur vëllezër besimtar, për shkak të rëndësisë së madhe që ka, pra për shkak të mësimeve dhe frymëzimeve që ne si besimtar do të mund t'i përfitojmë dhe t'i marrim nga ky tregim dhe nga kjo ngjarje, do të mundohem t'i përcjellë vetëm disa mesazhe të rëndësishme që ta kujtojmë këtë ngjarje të madhe që Allahu Azza wa Jalla shënon në Kur'an, po dhe që të përfitojmë për jetën tonë të përditshme. Fillimisht të dashur Allahu Azza wa Jalla, e para është ballafaqimi të mirës dhe të kotës, është sunnetun ilahie, është rregull që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka vendosur të gjithësi. E mira dhe kota, e mira dhe keqja do të ballafaqohen në pafundësi. Çdo herë do të ketë njerëz të mirë të cilët rrasin promovojnë të mirën, por ata do të ballafaqohen dhe do të luftohen me të keqen. Dhe kështu ndodhi në kohën e Musës alayhi salatu wassalam, i cili u ballafaqoi jo me një njeri dhe një me armik të zakonshëm, po një prej armiqve që nuk njeh historia, armiqësi dhe arrogancë sikur se e kishte Firauni. Jo që luftoi fen dhe të vërtetën, por ai pretendoi diçka që nuk kishte pretendu askush para tij, duke thënë wa anna rabbukumul a'la, atë shumë arriti tirania e tij, sa që tha unë jam Zoti juaj. Andaj mos sahabët dashur vëllezër besimtar, kur edhe sot e kësaj dite dhe do të ketë në vazhdimsi njerëz të cilët mohojnë Allahun, mohojnë fen. Thojnë feja nuk është kur gjë, Kurani nuk është kur gjë, e gjëra të tjera të cilat i kanë thonë edhe ata që kanë qenë para këtyre që janë sot. Dhe do të vazhdojnë kështu deri në ditën e fundit. Kjo është rregull që Allahu Azza wa Jalla ka vendosur mu ballafaqu e mira dhe e keqja. Mesazhet e wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. Allahu thon Kur'an dhe kështu ne i rrotullojmë, i sjellim ditët mes njerëzve. Liya'lam Allahu alladhina amanu minkum, që Allahu me i pa besimtarët, me i ditë se kush është besimtar, kush është sabërli, kush bën sabër, kush don me përkrah të mirën dhe kush i nënshtrohet të keqes. Dhe të dashur vëllezër, për ata të cilët dojnë me përhap të mirën, bëhen argatës së mirës, në kanë kauzën e mirë, mos presin se nuk do të ballafaqohen me njerëz të këqij dhe me armiq. S'ka mundësi. Kjo është rregull. Andaj do duhet të bëjmë sabër, do duhet të qëndrojmë, do duhet të durojmë nëse dojmë të mirën me e çu përpara. Shumë të këqija dashur vëllezër sot kanë marrë havë shoqëri. Por nuk duhet dërzohemi. Nuk duhet dërzohemi. Të këqija të ndryshme.
shija të ndryshme, dukuri negative të dëmshme për shoqërinë, për familjen, për rinin, për fëmijët, shkatërrimtare. E ata që dojnë me rujtë të vend, e me rujtë të familje, e me rujtë këtë shoqëri, duhet ballafaqohen dhe duhet të punojnë për përhapjen e të mirës, e me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu i ndihmon të mirët, i ndihmon ata që kanë kauz të mirë, dhe kjo është pika e dytë. Allahu i ndihmon besimtarët. Ata kanë me kalu provimin. Duhet me dhonë testin. E hasiben nasu e ju të rëku e kulu amanna dhe hum la juftanun. Allah, kjo ajet është në Kur'an për ne, por problemi është ne nuk po lexojmë Kur'anin. Dhe pastaj kur po na godasin sprovat, po na nxojnë në befasi, pse mu si besimtar Allahu më sprovu? Pikërisht për shkak të besimit Allahu sprovon. Kështu Allahu po thot: "E hasiben nasu e yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apo kanë menduar njerëzit dhe apo mendojnë besimtarët me thonë që na kena besu e ata mos mu testu, e ata mos mu sprovu, e ata atyre mos mi orë ndonjë vështërsi që me pas a i mbështeten Allahut, a jënë të pajtimit me caktimin Allahut, a bojnë sabër rrugën Allahut, a janë të pajtushëm me tëllta që i sjellë feja ndonjëherë dhe largohet për ata që i largohen veprave të këqija dhe haramat. Të dashur vëllezër besimtarë, thiqatu bi nasrillah, bindja e fuqishme e besimtarit nga këtë tregim madhështor në ndihmën e Allahut, pavarësisht rrethonave, vështirësive, sprovës së madhe, besimtari kur nuk e humb shpresën se ka me ardhur dita kur Allahu ka më ndihmu. Nëse je duke hecë rrugës së Allahut, nëse je duke i aplikuar mësimet e Zotit, nëse je i kënaqur me udhëzimin e Allahut, edhe nëse sprovohesh, edhe nëse ke vështirësi, dije se ardhmëria është në dorën tonë dhe ti ki me dalë, ti ki me fitu një ditë. Dhe kjo është si harish për gjithë ata besimtarë të cilët sot janë duke vujtur nga zullumçar të shumë në disa vende, në shumë vende prej vendeve islame, në veçanti vëllezërit tanë në Palestinë dhe në Gaza. Musa alayhi salatu wasalam në ditën e 10 po largohet me popullin e tij të dobët dhe fukara, pas një presioni të madh, pas një torture të madhe të atij pushteti zullumçar, i cili prente, grinte, maltretonte dhe nuk patën tjetër rrugë vetëm që ta lëshojnë vendin, por zullumçarin e pengon edhe kur e lëshon vendin, edhe kur nuk jep pranë tij, prapë e pengon, nuk ka dëshirë me të pa askund. Andaj Firauni ju vërsol mrapa me ushtrinë e tij, e Musa i shkret u ballafaqu me detin e kuq në Egjipt, deti madh, mrapa ushtria e madhe dhe populli natyrshëm thanë: "O inna lamudrikun", tha neve na zuni Firauni. Tha populli i Musa, thanë shokët e Musës, Allah po thënë në Kur'an: "Inna lamudrikun", neve na zuni Firauni dhe ushtria e tij. Po çka tha Musa alayhi salatu wassalam? Po çka tha besimtari dhe çysh duhet me thonë besimtari vërtet, i cili besimin e ka në Allahun se Allahu nuk e shgënjen, pavarësisht rrethonave, besimtarin e mirë të drejtë të sinqert Allahu nuk e shgënjen, nuk e lën vetëm të dashur vëllezër besimtar. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Andaj Musa alayhi salatu wasalam i bindur me plot iman dhe gojë plot tha: "Kalla kursesi", ani pse detin e kishte përpara, ani pse ushtrinë e Firaunit e kishte në rropa, tha: "Kursesi inna ma'iya rabbi sayahdin",
tha s'ka mundësi neve me na zon Firauni, Allahu është me mua, Allahu më ka thonë që ishtu me veprue, dhe ai më tregon se çish duhet me shpëtu. Fa auhayna, me njëherë mas këti besimit të fuqishëm dhe mas mësoj mbështetje të fuqishme në Allahun Azza wa Jall, që nuk ju lëhat zemra as një sekond, me njëherë zbritja jeti fa auhayna, thëtë Allahu Azza wa Jall, e ne me njëherë i tha Musës, godit e detin me shko. Po të dashur vëllezër besimtar, ky Allah Azza wa Jall që e bani detin në ndajtë dhe e hapi rrugën për me kalu Musa me popullin e tij, i njëjti Allah është i ka mundësi edhe ty me ta largu brengën, edhe smunjen, edhe të lashen, edhe sprova që i kije miru po. Duhet mu bo që shka se Musa alayhi salatu wasalam, duhet me pas udhëzimin, besimin e Musa alayhi salatu wasalam, dhe duhet me pas mbështetjen e Musa alayhi salatu wasalam. Pika e fundit dashur vëllezër besimtar, Allahu do të shkatërron zullumçarët, tiranët, edhe nëse i lën ata për një kohë me bë zullum, me tregu paftyrsinë e tyre, me tregu arrogancën e tyre, me tregu se çka mundet njeriu me bë, nëse ai Allahu Azza wa Jall e harron. Allahu ka thonë, Allahu e afatizon zullumçarin, por nuk e lem për gjithmonë, e afatizon, por nuk e haron. Çdo zullumçar, qoftë ai i madh sikur që ka qenë Firauni, por ata të tjerë të cilët bëjnë zullum dhe ndaj të tjerëve sillen keq, nëse Allahu sot po toleron, dije se ka më ardhur dita një ditë kur ai cili dje duke i bë zullum, i mbështetet Allahu subhanahu wa taala dhe thosë sikur se tha Musa, o Zot, ti ma hjek qafe këtë zullumçar, ruaj se Allahu subhanahu wa taala e ka fuqinë e madhe. Dhe pika e fundit dashur vëllezër besimtarë, është pendimi, është i pranueshëm për të gjithë, edhe për ata që janë të një kohë ndoshta nuk kanë qenë në rrugën e drejtë, përveç atëherë kur njeriu e sheh momentet e vdekjes, kur e sheh vdekjen me sy, kur e sheh që nuk ka kujtë për kësaj dynjaje, atëherë nuk pranohet pendimi, atëherë bëhet vonë mu pendu. Kështu Musa alayhi salatu wassalam, Firauni, Allahu e mallkoft, kur fut në deti dhe kur i pa dallgët e detit që po dojnë me kaplu dhe me shkatru, tha që tash po besoj në ato që ka besu Musa dhe populli i tij. Kur e pa që i humbi ushtria, e humbi pushtetin, i humbi forca, i shkoi rinia, kur e pa që ai është duke kalu në një botë tjetër, kur e pa fuqinë Allahu subhanahu wa taala dhe dallgët e detit që Allahu azza xheli kishte bërë si kodra dhe kishte hap detin me kalu besimtarët e tij dhe mu fundos armiqtë e tij, kur e pa që dallgët po zbresin, po lshohen, tha amantu, kam besu që ishka besu Musa dhe populli i tij, por Allahu i tha al-ana wa qad asayt, a që tash po beson, po ku ishe deri sot? A që tash po beson? Në dashur vëllezër besimtar, dera e pendimit është e hapur në përveç në dy raste ku njeriu t'i vjen vdekja tek që ka në hadith, vdekjen për me dhënë shpirtin, atëherë nuk pranohet pendimi dhe kur do të lindë dielli nga perëndimi. Allahu na përmirësoj gjendën ya Rabbel Alamin. Allahu shkatror zullumçarët ya Rabbel Alamin. Allahu shqiroft besimtarët dhe ndihmoft atyre të cilët janë sprovu me ndihmën e tij që Allah subhanahu wa taala i ndihmon besimtarët. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.